إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فلندريم الله عز وجل krijuesin tonë dhe të gjithësisë dhe bim salavatin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër musliman, Islami ka rregulluar raportet njerëzore me të gjithë, ka rregulluar mënyrën e jetesës dhe sa herë që njeriu del jashtë mësimeve qiellore e mundohet ta ndryshoj sistemin e jetës nga ajo që ja ka përcaktuar Islami, do të pendohet herët apo vonë. Nuk ka lumturi të vërtet në jetë vetëm si musliman, vetëm me Islamin në praktik. Këtu ditë në njërin prej spitaleve të Prishtinës, në orët e vona të natës, diku rreth orës 4 të mëngjesit, sillet një vajzë, diku rreth moshës 20 vjeçare, e cila ishte hudhur prej silarti, ka kërcyer vet apo ka gjuajtur dikush nuk është më rëndësi, e qallamitur, por vetë dijen e kishte të shëndosh, dhe pasi që sillen prindrit e saj, pasi që kërkohet prej prindërve të saj të prezantojnë në ngjarje, vinë ata të mahnitur dhe të befasuar dhe të çuditur, vinë të bija e tyre duke mos e ditur se çka ka ndodhur me te. Deri këtu nuk është shumë më rëndësi vëllezër musliman për ne në këtë moment, sepse shumë herë ndodh që dikush të bie prej slarti, ose të rshas, ose ta hedhë dikush, ose të kërcej vetë rona Zot. Raste të tilla janë të shumta, në veçanti në kohën e fundit, por ajo çka është për çudi në këtë rast, se baba i shkret, prindi i shkret në prani të mjekve, fillon ngadalë me pyet bijen e tij, se ku ke qenë mori bi, se çka u bë me ty, se ku ishe,
çka të ndodhi dhe kështu me radhë. Po vllazën musliman, prindi e pyet bijen e tij se ku ka qenë tër natën. E pyet, por e pyet tashmë masi është qallamitur. E pyet në orët e mëngjesit. E pyet pasi e kanë thjerrur mjekët dhe policia. Tash po interesohet për bijen e tij. Tash i ka randër mend të vetë vajzën e vetë, se ku ke qenë deri tash, se ku e kalove natën, me kënd ishe tër këtë natë, dhe qka u ba me ty. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Vaj halë, vaj medeti për ümmetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, se qka e ka gjetë, se qfar kohë kemi prit, në qfar gjendje kemi ardhë. Prindi nuk e din se ku e ka vajzën, e ka mrena, e ka jashtë. Edhe nëse din se ka jashtë, nuk e din se ku është, nuk e din me këndrin, nuk e din se qka bëhet me te. Po vllazën musliman, bela e madhe ka kapluar. Ümmetin ton është bërë vështirë me qenë prind, është bërë vështirë me qenë pjestar i islamit, me zbatuar këtë din, ashtu që shkërkohet prej nesh. Dhe si kurse të kishte qenë vetëm ky prind, i cili nuk e ka ditë gjendjen e kësaj vajze, nuk e ka ditë se ku ndodhet bija e tij, problemi do të kishte qenë shumë i vogël. Do të kishëm numëruar rast specifik, dhe gjithmonë ka pas raste specifike. Por, kur e dim se një numër i madh i vëllezërve tanë, i prindërve të shkret, janë në këtë gjendje, që nuk e din gjendjen e bijave të tyre, ndoshta edhe të grave, nuk e din se kur dalin bijat e tyre, ndoshta edhe gratë, ku shkojnë dhe çka bojnë, ku e kalojnë tër natën, atëherë tragedia bëhet edhe më e madhe, atëherë problemi bëhet i madh, dhe numërohet tragedi e madhe, bela e madhe vëllezër musliman. Më herët, kur dynjaja ka qenë pak sa më mirë, në shoqërinë tonë, islamet e ky popull shqiptar, nëse në mbrëmje, në aksham, nuk është kthyer ndonjë prej lopëve të katonarit,